Të dashur shqiptar, studentët mua më quajnë Sigmund Freudin e shqiptarëve sepse unë dëshiroj nga psikopatia kolektive. Kjo për arsyen se unë kam gjetur një mbishkrim të vjetër në Francë. Ku është ilirishtja? E besoni apo jo? Është një fjali e shkurtër, një kontratë ku shkruhet që kjo varkë është bler nga tregtarët. Varka me të cilën udhëtonin ilirët në Francë quhet lembos, është varkë ilire. Grekët e pranojnë që kjo fjalë ka hyrë nga ilirishtja në greqisht. Por kjo koloni në Francë është ngritur në shekullin e 6 para erës sonë. Nuk kishte atëherë iliri, mbretëri ilire nuk ekzistonin. Ilirët konsideroheshin barbar. Përse? Sepse gjuha e tyre ishte pak më ndryshe se sa gjuha helene. Por ilirët flisnin helenisht. Është një lloj si gjuha arbëreshe dhe gjuha shqipe. Ne nuk e kuptojmë gjuhën arbëreshe. Fjalët e tyre janë ndryshe nga gjuha shqipe. Por mënyra se si ata i ndërtojnë fjalit, mënyra e lakimit të emrave, zgjedhimi i foljeve është identik në gjuhën arbëreshe dhe në gjuhën shqipe. Megjithse ata ne nuk i kuptojmë fare dhe ata nuk na kuptojnë neve fare, ata mësojnë shqip për të folur me ne. Gjuha arbëreshe është gjuhë shqipe dhe gjuha shqipe është gjuhë arbëreshe, sepse gramatika është identike, është e një llojit. Për këtë arsye, grekët nuk kuptonin asnjë fjalë nga ilirishtja dhe ilirët kuptonin shumë pak ndoshta nga greqishtja, quheshin barbar, por gramatika e gjuhës ilire është identike me gramatikën e gjuhës së Atikës, me gramatikën e gjuhës së Spartës. Çdo thot kjo? Mënyra se si lakohen emrat në ilirisht, fjala lembos, varka, është emër i gjinisë mashkullore. Shqiptarët në dokumentat e tyre e bëjnë lembe, e bëjnë emër të gjinisë femërore. Nuk ka lembe në ilirisht, të dashur shqiptar. Në ilirisht është lembos. Është emër i gjinisë mashkullore, madje ilirët në mbishkrimet e tyre në Francë nuk përdorin trajtat e shquara të emrave, një lloj si në gjuhën e Homerit, në Iliad. Ky është ndryshimi midis ilirishtes dhe greqishtes së Atikës. Ky është zbulimi im. Ilirët përdorin ndërtimin struktural të gjuhës së Homerit, të dialektit jonik. Pra, në greqisht është ho lembos, në ilirisht nuk ka ho lembos, është vetëm lembos. Kjo ju ka shpëtuar të gjithë sepse deri tani ne nuk kishim tekste ilire të pastra. Të shekullit të 6 para erës sonë, të gjetura në jug të Francës, në Massalia, Marseja e sotme. Kjo ka qenë koloni ilire. Është folur dialekti jonik. Emrat nuk e kanë trajtën e shquar. Nuk thuhet ho lembos, si në greqisht, po thuhet lembos. Këtë bën Homeri, heq trajtat e shquara të emrave. Ky është një zbulim kaq epokal që gjuha e Homerit është gjuha ilire, gjuha e Ilionit. Kjo është çmenduri. Ilirishtja është gjuha e Ilionit, e Iliadës. Për atë zot që është në qiell, ilirët, të vetmi ndryshim që kanë me grekët, është se nuk i përdorin format e trajtës së shquar. Lembos në vend të ho lembos, si në greqisht. Ky është ndryshimi, prandaj janë barbar, por është e njëjta gjuhë. Fjala lembos është gjetur, pastaj në dialekte të tjera të shpërndara kudo në Mesdhe,
është me këtë trajtën e shquar në dialektet e tjera helene, por në ilirisht është pa formën e trajtës së shquar. Ho. Për emrat mashkullor. Por është emër që do thot vark e vogël në ilirisht, e gjetur në gjuhën e Marsejës. Koloni greke, e pastër, po që flisin ilirisht, ose gjuhën e Homerit. Emra pa formën e trajtës së shquar. Merri frymthell. Sepse ne sot do shrohemi nga psikopatia e pellazgjishtes dhe e ilirishtes. Në këtë psikopati është përfshirë Akademia Austriake, Akademia Gjermane, Akademia Amerikane, Akademia Angleze, Akademia Italiane dhe Akademia Greke. Deri në këtë moment që unë po bëj këtë film tani, grekët nuk e kanë ditur dhe akoma nuk e din që ilirishtja është folur në jug të Francës. Dhe është greqisht, por emrat nuk e kanë formën e trajtës së shquar si në gjuhën e Iliadës. Dhe unë mendoja se gjuha e Iliadës është gjuhë falco, e krijuar nga gramatikanët e Aleksandris, kështu e kam thënë në të gjithë filmat e mi. Dhe të gjesh gjuhën e Iliadës në një mbishkrim në jug të Francës, të dashur shqiptar, kjo e te kalon çdo lloj imagjinate njerëzore. Dhe a e dini ju ku mungojnë gjithashtu forma e trajtës së shquar të emrave? Në gjuhën e mesapëve. Gjuhë ilire gjithashtu, por greke. Edhe mesapët nga njëherë i përdorin, por në shumicën e rasteve nuk e përdorin formën e trajtës së shquar të emrit. Kjo është ndryshimi midis mesapishtes dhe greqishtes. Pra mesapët flasin ilirisht, nuk i përdorin format e trajtës së shquar të emrit para emrit. Zbulimi im, epokal, askush se ka ditur që ky është ndryshimi midis mesapishtes dhe greqishtes. Në mesaplik, pra, në Vlorë, është folur gjuha mesapëve dhe në jug të Italisë janë gjetur në përshpella mbishkrimet e mesapëve ku emrat larkohen si në greqisht, por nuk e kanë formën e trajtës së shquar. Po ashtu, gjuha ilire në jug të Francës, në kolonin Masala, nuk përdor format e trajtës së shquar. Emri Lembos nuk e përdor formën e trajtës së shquar. Merri frymthell. Ilirët dhe mesapët flasin dialektin jonik, ku mungojnë trajtat e shquara të emrave. Ky është ndryshimi i vetëm midis gjuhës së ilirëve dhe gjuhës së grekërve. Por është greqisht. Në fakt është dialekti dorik i përzirë me atë jonik. Një përzirje e veçantë dorike jonike. Ky është thelbi i gjuhës ilire dhe asaj mesape. Do të thënë, edhe një herë, nga psikopatia kanë vuajtur të gjithë akademikët e botës më të shquarit. Si u bëra unë kaq i talentuar, të dashur shqiptar, si u shërova unë? Unë jam shëruar në vitin 2004, kur përktheva fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe mua më dilnin fjalët ilire greke. Po thosha do të jetë ndonjë huazim nga ilirishtja në greqisht, sepse kështu shkruhej në fjalorit grek. Fjalët ilire në greqisht quhen huazime nga ilirishtja. Jo, ilirët flisnin dialektin jonik. Në dialektin jonik, lembos del pa ho, pa formën e trajtës së shquar, një lloj si në ilirisht. Dhe në fjalorët e greqishtes kjo del me ho. Ho lembos, do me thënë kjo vark. Ky është i vetmi ndryshim, po është i njëjti lakim, të njëjtat mbaresa kanë
emrat në greqisht, dialekti atikës, të njëjtat mbaresa kanë emrat në ilirisht. Për shembull, fjala brini në gjuhën ilire është brindos dhe i vetmi ndryshim me greqishtën është që nuk është ho brindos, por është brindos. Nuk e ka formën e trajtës së shquar. Tani, këtë zbulim, kaq të lemeritshëm, e kam bërë kur kam gjetur tekstet ilire, se nuk mund ta zbuloshin gjë të tillë pa tekste. Kur e shikon në fjalorin e greqishtes, është holembos, dhe mendon që është greqizuar ky emër. Por kur shikon tekstin e pastër ilir, greqisht e pastër, ku është lembos po pak të ho, e kupton me një herë çka ka ndodhur. Por duhet ta dish greqishtën pra. Duhet ta mësosh greqishtën e vjetër siç kam filluar ta mësoj unë. Në qoftë se nuk e studion greqishtën e vjetër, nuk e kupton që ky është i vetmi ndryshim midis ilirishtes, lembos dhe greqishtes ho lembos. Ky është ndryshimi. Ilirët, Homeri, emri të cilit ka kuptimin pengu, pengjet, është fyrje, është sharje fjala Homer në greqisht. Grekët kishin përbuzje për gjuhën e Homerit, nuk e kuptonin. Pra Homeri, fliste si ilirët, thjesht nuk përdorte formën e trajtës së shquar të emrit. Ky është i vetmi ndryshim. Homerishtja me greqishtën. Dhe unë mendoja pra që gjuha e Homerit është gjuhë artificiale, e krijuar nga shkrimtarët në Aleksandri. Jo, kjo është vërtet gjuha e Homerit, kështu kanë folur ilirët dhe pengjet Homerët. Pa formën e trajtës së shquar të emrit. Ajo ekzistonte, por shpesh hiqej, për lehtësinë të folur. Dhe pastaj u bë mënyrë të shkruarit të ilirishtes. Pra ky është i vetmi ndryshim midis ilirishtes dhe greqishtes. Ilirishtja është një gjuhë ku emrat nuk përdorin formën e trajtës së shquar. Kaq, e gjitha kjo histori është kjo. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. I vetmi ndryshim midis ilirishtes dhe greqishtes është mungesa e trajtës së shquar që vendoset para emrit në greqisht. Dhe kjo është kaq e lehtë për të kuptuar, por kjo nuk ju ka shkuar ndërmend grekërve, që ilirët kanë folur gjuhën e Homerit. Do të thonë që ilirët e kanë shkruar Iliadën. Janë grek, nga Azia e vogël. Flasin dialektin jonik. Ilirët janë grek. E përsëris. Janë shtrirë deri në jug të Francës. Dhe tekstet e tyre atje e kanë të hequr formën e trajtës së shquar të emrit. Ky është ndryshimi. I vetmi ndryshim. Asgjë tjetër. Pra, po aq sa është e ngjashme gjuha arbreshe me gjuhën shqipe, akoma më e ngjashme është ilirishtja me greqishtën. Është e njëjta gjuhë, por nuk vendosen format e trajtës së shquar të emrit. Pra, e gjithë bota është psikopatizuar, nga që për ta është e pamundur ta konceptojnë që grekët kanë pushtuar të gjithë Europën perëndimore nga shekulli i 8 deri në shekullin e 6 para erës sonë. Të gjithë Europën perëndimore e kanë pushtuar grekët. Deri në Angli, por kanë pushtuar Azin, kanë shkuar deri në Indi. Grekët, të dashur shqiptar. Përpara Aleksandrit të Madh. Dhe ja kanë thënë Aleksandrit të Madh në Indi kur vajti që këtu kanë qenë më përpara grek, kanë ardhur. Fise jonike. Fise jonike, që më vonë u kthyen në tokarian, janë gjetur në shkretëtirat e Kinës, papiruset e tyre. Këta janë tokarianët. Është një variant tjetër helen, dhe gjuha e tyre shumë e ngjashme me gjuhën shqipe, për atë Zot që është në qiell. Nuk e besoni këtë që po ju them.
I vetmi ndryshimi midis ilirishtes dhe greqishtes është mungesa e trajtës së shquar para emrit në ilirisht. Shikoni vetë, sepse kjo është çmenduri, kjo që ka ndodhur. Të dashur shqiptar, ky është fjalori plot i Hezikusit në Aleksandri, i cili shpjegon që fjala lembos është fjalë ilire, do thot varke shpejt, varke vogël, dhe lembarkoi, arkos do thot udhëheqës, ka kuptimin pikërisht kapiteni i barkës, lembos. Është një tokë fjalësh në gjuhën greke. Dhe gjë më e bukur është se ai thot që kjo është fjalë e gjinisë asnjanse. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, sepse lembos në greqisht është e gjinisë mashkullore. Ai thot jo, është e gjinisë asnjanse, ndoshta për arsyen se lembos në ilirisht nuk e përdor formën e trajtës së shquar. Pra, lembarkoi do thot komandant i varkës, kapiteni i varkës. Është tokë fjalësh helen. Dhe fjala lembos mendohet që është fjalë ilire. Nga gramatikanët në Aleksandri. Kjo është çmenduri. Të gjithë autorët e lashtë thonë që kjo është fjalë ilire. Ilirët udhëtonin me këto varka dhe quheshin pirat. Me varka të shpejta bënin piratëri. Ilirët quheshin barbar. Dhe fjala lembos është vendosur nga Akademia Austriake në rrënjën 1132 të fjalorit të gjuhëve indo-europiane që u nxjerr në vitin 2004. Dhe mua më duket fjalë greke sepse është lembos, është emri i gjinisë mashkullore. Tani, në greqisht është i gjinisë mashkullore, në ilirisht ka qenë e gjinisë asnjanse. Po çrëndësi ka kjo, lembos, mënyra e krijimit të kësaj fjale është me mbaresën os të greqishtes. Është emër grek, një lloj si brini në shqip është brindos në greqisht. Po pa formën e trajtës së shquar. Dhe kjo nuk më kishte shkuar ndërmend më përpara, me sinqeritet, këtë zbulim e bëra gjatë studimit të fjalës lembos. Pra cilësohet fjalë ilire, Illyrian lembus, ka hyrë në latinisht nga ilirishtja, madje është bërë edhe toponim, Lambrus, në Italinë e sipërme. Quhet toponim ilir, por është grek. Ka ndodhur ndryshimi fonetik ng në mb në mes të temës së fjalës. Tani, në gjuhën helene kjo është elafos, e shpejt. Dhe fjala elafos përkon me lembos, pra kjo fjalë është shkurtuar në gjuhën ilire, ilirët i shkurtojnë fjalët. PH-ja e greqishtes i përgjigjet B-s së ilirishtes. Pra emrat me bashkëtingëllore të pazëshme të aspiruara në greqisht ju përgjigjen bashkëtingëlloreve të zëshme të pa aspiruara në mesapisht dhe ilirisht. Ky është ndryshimi. Pra janë dialekte ilirishtja dhe greqishtja atikës. Pra lembos është fjalë greke. Ilirishtja është greqishte, por që nuk përdor format e trajtës së shquar. Si e bëra këtë zbulim? E bëra këtë zbulim gjatë xhirimit të filmit. Pra, ky është regjistrimi i dytë. Në regjistrimin e parë fillova të qaj me të madhe, fillova të ulërisë dhe ndonjë ditë do të vinë dhe do më marrin dhe thonë çka ndodhi me këtë njeri, por komshit janë mësuar me mua me klithmat e mia. Dhe kjo është fjalia që gjej unë. Ku mungon forma e trajtës së shquar të fjalës lembon. Pra, do të ishte forma e trajtës së shquar e cila mungon. Kjo është e gjitha. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore.
Kjo fjali ka kuptimin ata blen një vark lembos nga tregtarët. Pra kolonistët, ilir, helen, që flisin dialektin ionik. Kjo është e gjitha. Deri në ditën e sotme, është nëntor, viti 2025, unë kam menduar që francezët janë me grekët, jo me shqiptarët, por francezët ka një problem shumë të madh. Qytetërimi më i vjetër në Francë është qytetërimi grek. Pikërisht, kjo koloni e Masalës, ky është qyteti më i vjetër francez. Nuk ka qytete franceze para kësaj date. Dhe kjo francezëve ju djeg shumë, një lloj si neve na djeg, se çdo emër i qytetit ilir është grek. Ky është zbulimi im. Shqiptarët këtë nuk e pranojnë. Edhe francezët nuk duan ta diskutojnë këtë gjë dhe çka kanë bërë? Datën e kësaj pllake e kanë ulur 100 vjet. Kjo pllakë i përket shekullit të 6 para erës son, ata thonë shekulli 5 para erës son. Po të shëndsi ka 100 vjet më herë, 100 vjet më vonë. Nuk ka qytet tjetër në Francë para kësaj date. Në fakt, ky qyteti i parë i Francës s'kishte qytete në Francë, kishte vetëm pyje, kishte fshatra, kishte njerëz shëtitës, ashtu ishin indo-europianët. Aty ku kishte ushqim, atje shkonin si kafshët. Por grekët ishin qytetar, jo kafsh, jo fshatar. Grekët ngritën qytetet më të para në Europë, dhe qyteti i parë në Francë është në jug të Francës. Masala. I ngritur nga iliro-grekët, që përdorin dialektin ionik, në të cilin mungojnë trajtat e shquara të emrit. Ky është ndryshimi midis ilirishtes dhe greqishtes së Atikës. Në vend që të thuhet ho lembos, thuhet lembos. Kaq. Ky është ndryshimi, asgjë tjetër. Kjo si ka shkuar në mend askujt, por duhet lexosh Iliadën që ta kuptoshin gjë të tillë. Dhe unë gjithmonë në çdo film kam thënë, Iliada duket si gjuhë artificiale sepse mungojnë trajtat e shquar të emrit. Ho lembos mungon në Iliad. Mungon dhe këtu, në këtë gjuhë. Mungon dhe në gjuhën mesape. Gjuha mesape është gjuhë greke të dashur shqiptar. Pa format e trajtës së shquar të emrit. Nga një herë dalin, nga një herë jo. Por jo në mënyrë të rregullt si në greqisht. Pra gjuha ilire është gjuhë dembele. Nuk do që ti përdori trajtat e shquara të emrit. Kaq. Ky është ndryshimi. Por është gjuhë greke, gjuha ilire. Pra, po të kesh një tekst, siç e gjeta unë, më të vjetrin deri tani ilir, shekulli 6 para erës son, francezët thonë shekulli 5 para erës son, po të rëndësi ka 100 vjet ndryshim. Pra, ky tekst është më i vjetër se sa koncepti i ilirëve, që është i shekullit të 5 para erës son. Pra, ky tekst është i shekullit të 6 para erës son. Dhe këtu janë fjalët ilire, është fjala lembos. Po si lindi kjo fjalë nga ilirishtja kur s'kishte ilirisht? E pra ilirët përdorin dialektin ionik, që është i shekullit të 8 para erës son. Është e vërtetuar sepse poemat e Iliadës dhe Odiseas janë shkruar në dialektin ionik, ku mungojnë trajtat e shquara të emrit. Dhe ky është i vetmi ndryshim midis homerishtes dhe ilirishtes dhe greqishtes. Pra, iliristi është gjuha e Ilionit. Në greqisht ka marrë kuptimin së shtrembër, sharje, ishin xheloz grekët, sepse Iliada është shkruar nga ilirët helen, por jo shqiptar. Ose ndoshta shqiptar. Atëherë ne kemi origjinë helene ilire. Ndoshta, ti shikojmë të gjithë filmat e mi, të gjitha fjalët ilire, ti krahasojmë me shqipen, por që Brindos është origjina e Brinit, kjo është e sigurt, dhe që Brindos është pa formën e trajtës së shquar, kjo është e sigurt, dhe kjo ju ka shpëtuar të gjithëve, sepse
Grekët kanë bërë? E kanë shtuar para fjalës brindos formën e trajtës së shquar ho në dialektet e tyre, në fjaloret e tyre, sepse për grekët është e paimagjinueshme të shkruhet një emër pa formën e trajtës së shquar para emrit. Prandaj, kjo i ka shpëtuar të gjithëve. Mi po të lexosh gjuhën mesape, siç e kam lexuar unë, ku mungojnë trajtat e shquara të emrit, unë thosha, gjuha mesapishte është shumë e afërt me gjuhën e dialektit jonik. Mungojnë format e trajtës së shquar. Por kur e gjeta gjuhën ilire në Francë, në Masala, atëherë kuptova përfundimisht që gjuha mesape, gjuha ilire dhe gjuha jonike nuk i përdor trajtat e shquara të emrit. Pra në gjuhën mesape është brindos dhe është bërë në shqip brini. Por është brindos, është gjinia mashkullore e emrit brindos, koka e drerit. E kuptoni apo jo, që ndoshta gjyshrit tanë janë martuar me gra Helene, sepse gjyshrit tanë i kanë shumë qef të gjitha llojet e gjinisë femërore. Nuk kanë problema ta gjyshrit tanë. Janë shumë feminista. Pra, janë martuar aborigjinët gjyshrit tanë me gratë Helene, është e sigurt. Dhe brindos është fjalë Helene, koka e drerit, është bërë brini në shqip. Nga e diun që shqiptarët nuk janë i lirë, sepse ka fjalë në gjuhën shqipe që janë të trashëguara nga gjuhët slave, që e diun me siguri që janë të trashëguara. Për shembull, fjala dhamb është zomb në gjuhët slave. Fjala dimën është zhima në gjuhët slave, është fjalë e trashëguar, e sigurt. Pra, ka fjalë të gjuhës shqipe të pastra që gjenden në familjen e gjuhëve slave. Kjo është e gjitha. Shqipja është një përzierje e gjuhëve kelte, gjuhëve slave dhe dialekteve ilire, ose më saktë dialektit jonik, ku nuk përdoret forma e trajtës së shquar. Po ky është mendimi im. Çdo njeri ka mendimin e vet, edhe ju keni të drejtën të mendoni ç'të doni. Ti shikojmë të gjitha filmat e mi, edhe unë i kam shikuar 2-3 herë filmat e mi. Ata që kam bërë para 2 vjetësh, para 3 vjetësh, dhe prandaj kam dalë në konkluzione të reja, sepse unë kam mësuar nga filmat e mi vetë. Pra, shikoni filmat e mi të gjitha, dhe vendosni vetë ju për gjuhën ilire. Pra do dali një konkluzion fund fare, por duhen parë të gjithë filmat me kujdes. Bëni shënime, krahasoni me tekstet e gjetura në pllaka të ndryshme varri, kudo në kolonitë helene në Mesdhe, pastaj mund të diskutojmë. Pa këto prova nuk mund të flasim kot. Të marrën tashti fjalë nga Iliada dhe t'i shpjegoj me fjalët një rokshe të shqipes të shekullit të 21 është e turpshme. Nuk është e moralshme. Është jo e moralshme. Kjo që bën sudja quhet prostitucion gjuhësor. Pra ti prostituon gjuhën tënde me emrat grek. Ka që ndyrë është kjo veprimtari e saj. Prostitucion gjuhësor. Ne nuk i kemi qef prostitutat, apo jo? Jemi njerëz të ndershëm. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Po gjyshrit tani kishin pak qef ato Helenet, apo jo?